E kam shumë problem të madh, thotë ata. Iku djali mori byrek, u zhduk, thotë ata. Unë jam verë të vrap vetën për atë fëmijë, nuk e di. Po që ajo dita se mezi e kam rritur me shumë sakrifica 27.000 lekë ja ble një kutinë e qumshi. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube ODM Studio. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme në live-in tim do të kem një gjyshe e cila kërkon nipin e saj 13 vjeçar që ka 1 muaj që është larguar nga shtëpia dhe drejtimi ngelet i paditur. Bëhet fjalë për Aldo Blushin. Gjysha e tij Vera ka kujdestarin, e rrite vetme pasi babai e ka braktisur dhe nëna jeton në Greqi, është duke më pritur, e tensionuar, e shqetësuar për nipin e saj, kështu që hap dritaren dhe e përshëndes me njerë zonjën Vera. Vera, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje, Odeta. Më telefonove në orët e para të mëngjesit sot dhe ke një problem. Po. E kam shumë problem të madh, Odeta. Qa problemi ke? Më ka humbur nipi, kam 1 muaj që nuk e gjej dot. Qa moshe ka nipi? Nipi e 13 vjeç është. 13 vjeç ka humbur ka 1 muaj? Po. Më shkon me shoqëri të keqe, Odeta, dhe nuk e kap dot, nuk ma tregojnë. Njëri thotë e kam parë këtu, tjetri thotë e kam parë atje. Si quhet nipi? Aldo Blushi. Aldo Blushi, dhe ka ikur nga shtëpia para 1 muaj. Po. Që i bie diku rreth datës 19 apo 20 korrik. Po, kështu. Çfarë ndodhi atë ditë? Si ka ikur? Ma trego me detaje. Atë ditë ka ikur, ky më ka kërkuar leka për byrek. Kam patur një dyqan në Tiranë edhe iknja për shitur lule në Tiranë, në dyqan. Po. Në ato kuzët më ka kërkuar 1.000 lekë edhe më ka thënë nëna, 1.000 lekë edhe doj këtë marrë byrek. Edhe dhau, i dhash 1.000 lekë, iku djali mori byrek, u zhduk, Odeta. U zhduk. Vajta pyeta në byrekët, më thanë ato mori byrek edhe nuk e kemi parë. Por nuk të tërgoj asgjë se ku do shkonte? Gjë nuk më tregovi, Odeta, i kemi lënë edhe telefon, edhe telefonin e ka të mbyllur, edhe nuk kam asnjë lloj kontaktu me te. Ja kam rritur qupës 3 ditë, ja kam rritur qupën e kam në Greqi, e ka pi emën ky, po ajo është pa letra, edhe nuk mund të dhi i dëll. E ke djalin e vajzës edhe e ke rritur ti? Po e kam rritur vetë. 3 ditësh na ka lënë goca. Por pse nuk mundi dot vajza ta merrte djalin Aldo në Greqi? Nuk ishte pa letra, nuk mund që dot. Se Odeta tash i punën e femrave kështu vinë, është ilegal ai fëmijë. Nuk ka baba. Si nuk ka baba? Baba ka ai, por nuk e njeh. Nuk e njeh baban, se nuk e ka dhënë jema me. E ka bërë jashtë martese. Nuk ka patur lidhje. Po, ka patur lidhje. Edhe do me thënë, vajza juaj e ka sjell Aldo në jetë me të dashurin. Po. Por ai pse e braktisi vajzën tuaj? E braktisit e si po që na që po që në kushtet. Nuk e di, për këtë mes nuk e di, po ka mallë e fëmijës pa, ky mes nuk e di. Por djali nuk e ka njohur kur babajnë? Jo, ja 13 vjet nuk e ka njohur tjetër, nuk e di se ka babaj. Më vi ka keqe, kuptoj, dhe e ke rritur ti, dhe vajza ka ikur në Greqi. Ju ku jetoni, Vera? Në çfarë vendi jeni? Unë në Elbasanit. Je në qytetin e Elbasanit, aty ke jetuar. Por ndalemi pak te djali, më the pak më parë që Aldo nipi e mori më qaf shoqëria. Pse dyshon që është larguar me shoqërinë dhe është zhdukur? Po pastaj dyshoj unë. Se marrin shoqëri e keqe e ka marrë. Nuk e dyshoj as me njeri, nuk edhe do të kishin, kurse di se me kë ka shkuar, nuk e di, Odeta.
Por je interesuar gjatë saj kohe tek shoqëria e tij në Elbasan? Jam interesuar edhe në plot fuqish milagje se kudo i kam dhënë fotografinë e djalit, i kam dhënë numrin tim, edhe kanë dalë, edhe policia ka dalë, e ka kërkuar, por nuk e ka parë. Pra ju keni bërë dhe një denoncim në policinë e qytetit Elbasanit. Po, i kam bërë. E dashur Vera, shokët e djalit, i nje, i ke pyetur në Elbasan? Nuk një dy që i kam njojtur, ata kanë thënë që nuk e kemi parë. Në qytet? Kështu më kam thënë. Po. Kjo është hera e parë që ai largohet nga shtëpia? Ai ka patur vazhdimisht këtë rrugë të Odeta. Ka një 3-4 muaj që këtë rrugë ka marrë, vetëm largohet. Do të është larguar dhe herë të tjera nga shtëpia? Po, me të larguar edhe herë të tjera. Dhe ku ka qenë kur është larguar? E kam gjetur kështu në për trotuaret, kështu në për lulishtet. Po më ka erdhur, është larguar 2-3 ditë dhe ka erdhur. Po këtë radhë ka 1 muaj Odeta që nuk më ka erdhur. Dhe je bërë me jam gjysmë dita Odeta, nuk. E kam një përgjegjësi të madhe shumë, e kam me prokurën. Që ta kalon vajza. Po. E dashur Vera, por kur ishte larguar herë të tjera, ato 3-4 net, ku kishte fletur? E kishte pyetur nipin? Rrugëve me piravecët, me shoqërinë e keqe, rrugëve. E dashur Vera, unë e kuptoj që ti e bërë merak, sepse ai ka humbur, ka 1 muaj që nuk e as informacion, frika jote më e madhe është se mund ta shfrytëzojnë? Po, ashtu është. Ajo frikë është i Odeta. Por me nënën... Mos ma marrin, ma nxirrin në rrugë, për kush e di, nuk e di. Sepse pak më parë një zotëri që fola dhe më dha numrin tuaj dhe ti kërkoj që ti ishe këtu në live me Odetën. Kisha një komshia, ajo ishte. Ajo ma ka dhënë numrin tem. Po, komshia juaj më tregoi që është një person që e merr dhe e sill prapë në shtëpi. Më ma tregoi këtë histori, domethënë. Po, unë kemi pyetur në ai person, ai thotë unë nuk e kam, thotë. Po ky person është më i madh. Nuk e kam. Është më i madh në moshë se djali? Është më madh se këtij timit, ai është 14 vjet. Dhe ka ikur dhe herë të tjera me ato person? Po, ka ikur me ata, e me të tjerët, me shoqërinë. Po mirë, Vera, kur djali vjen në shtëpi, ti e ke pyetur, ç'a bëjnë ata në rrugë? Vjedhin, ç'a bëjnë? Pinë lëndë narkotike? Jo, vjedhin, thjesht rrimë, thotë. Thjesht, thotë. Ku i gjejnë lekët? Se rrim, i themet. A e thotë, po e ja, kështu më thotë mendja, thotë. Po djali ka probleme, është mirë? Po unë, për sa kohë që e pata mirë ishte, po tashi që kur më ka ikur edhe këtë, ajo duket më ashtu, me mua sillet agresiv, sillet kështu, kur e kisha më parë. Sepse frika më e madhe është se mos konsumojnë lëndë narkotike. Nuk e di, Odeta, pastaj të më drejtova aty për këtë problem, jam drejtuar në ty. Sepse në momentin që një fëmijë 13 vjeçar rri jashtë shtëpie, 3-4 net, fle për jashta dhe tani që nipi ju e ka 1 muaj, ku i gjej lekët, me çfarë han, me çfarë pin? I bie të vjedhin. Nuk e di, nuk jam e vedishme. Ka vëllezër ose motra nipi? Unë vetëm të ka çupa, dhe çupën e kam aperuar, unë ka 2 metra gjysmë zor të dhem, edhe nuk bën të fëmijë. Vetëm te ka bërë. E ka t'janën të sëmurë. Po me nënën si ka pasur raportet? Me t'jemën në fare nuk e ka deshur t'jemën fare. Kur i dilte ajo në telefon, e ndihmonte, i çonte, i vente, ajo nuk donte që t'ja dinte fare kur i fliste e jemën. Por pse këtë marrëdhënie kështu me nënën? Nuk e di, Odeta, nuk e di, nuk s'kam si të themet. Por kështu ka qenë që i vogël? I vogël këtë problem ka patur ajo, edhe nuk e di. Por nëna nuk e donte pse e kishte lënë tek ty, apo për çfarë tjetër? Ja, kjo gjë e lind që kur nuk e pranonte, edhe nuk donte që ti fliste, edhe nuk, kush e di, edhe ati ashtu i shkonte mendja. Kush e di, mendje ti është.
E dashur Vera, ti e ke rritur dhe në një farë forme ke qenë nën për atë. Çfarë të thoshte vetë Nipi? Po çfarë më thoshte ja, do kaloj mirë, do të mbaj mirë, do të bëj kështu, do ta bëjmë kështu. Një kohë, pastaj ta kur largosh e meje, nuk ma kthente fare kokën edhe. Kur e gjenja, më rrinte i natosur, më rrinte me kështu, me një gjatë nxehtësi kështu, shumë të keqe. E kuptoj, e qartë, dhe uroj që mos jetë përdorur si lëndëve narkotike, është e rënë një 13 vjeçar të përfundoj. Nuk e di si të them të birë, unë jam verë të vrasë veten për atë fëmijë, nuk e di. Se unë vetëm me atë jetoj, Odeta. Jeton vetëm me Nipin? Vetëm me Nipin jetoj me qira. Bashorti të ka ndruar jetë? Po. E kuptoj, e ke pikë të dobët edhe... Kam rritur vetë si kur e kam lindur vetë, Odeta, jo se përgje, po si kur e kam lindur vetë e bashkoj me fëmijët tim e kam futur në radhë, si kur e kam lindur vetë, jo si kur me kam lindur goca, po si kur e kam lindur unë. Dhe ajo të kalon prokurën dhe a i ka jetuar gjithmonë me ty? Po, prokurën, këtu e kam e tja. Të besoj. Ja. Urdhë, Odeta. Të besoj që ke prokurën dhe rrit djalin e vajtës. Ja, ky është fotoa i djalit, ja. E shikoj Aldon të ka e foto, e dashur Vera, po për babajnë të ka pyetur? Jo, nuk më ka pyetur fare ti, Odeta, fare. Nuk, si kemi rënë në syje, si kemi rënë në vesh fare. Se nuk dua që të themet jo, ta mburr jo, ja kam treguar për teatrin, jo, nuk i kemi thënë fare për teatrin, Odeta. Ai nuk ka patur asnjëherë interes të pyesi kush është babai im? Jo, nuk ka pyetur i ati vetë, dhe ne kemi lënë në ishti, që nuk e kemi... Jo, djali. I kemi thënë nuk e baba. Si keni thënë nuk e baba? Po, çfarë i thoshim? Jo, ai e ka një baba. Kur nuk ka pyetur i ati vetë, Odeta, si do t'i thoshim neve? Do thoshte ajo hajde, ajo kur se ka deshur, ajo që 6 muaj ka thënë gocës që i ke itë se nuk e dua. E qartë, ai nuk e ka njohur atësim, por djali duhet treguar historia që ai e ka një baba. Po mirë, po... Si ka reaguar Aldo kur i ke thënë që nuk e baba? Nuk ka bërë fare shamat. Nuk ka bërë, ja të kam ty, më thot mua. E kuptoj. Të kam ty, thot, nuk kam po të mjeri, thot, vetëm ty të kam. Pavarësisht se shoqëri e keqe, Odeta, të bën këto gjëra të këtilla. Ta merr ta mban edhe nuk ta nxjerr. Por pse nuk e kërkuar ndihmë Vera tek vajza jote, tek në një psikolog e shkollës, që në momentin që ai filloi të ikte nga shtëpia, mos ta lije kaq gjatë atë rrugën e natës, jetën e natës. Odeta, se kam thënë se mos ndryshoj edhe pastaj e kam lënë kështu pas dore, nuk do bëj Aldo me kështu, kam thënë nuk, se kur e gjej unë thotë nena, thotë nuk bëj me thotë siç kam bërë. Sepse ai s'ka hyrë në adoleshencë dhe është mosha më e keqe. Po, edhe pastaj nuk jam vënë aq, Odeta. Po këtë radhë kam parë shumë keq që të mos e gjesh. Kam 1 muaj e kërkoj e të mos e gjesh, është gjë e pamundur. Më lejo të bëj një thirrje në këtë moment e dashur Vera, kushdo që është duke na ndjekur në këtë live me Odetën për historinë e nipit tuaj Aldo Blushi, personi që po shkoni në foto, është vetëm 13 vjeç, është larguar nga shtëpia në Korrik, pra është mbushur 1 muaj që gjyshja Vera Blushi nuk ka as informacion për Aldon. Kushdo që e shikon, kushdo që e njeh Aldon, është i lutur qoftë anonim të lidhet me numrin tim 069 9955 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. E dashur Vera, në momentin që ai ka ikur nga Poqan. Poqan, Odeta, se mezi e kam rritur me shumë sakrifica, 27.000 leka ja bli një kutinë e qumshi. Të ka marrë malli dhe ke merak se
ku ha? E kam shumë barë të rendo, dhe ta se e kam të gocën se edhe e kam shumë barë të rendo. Po vajzë si ke treguar që ka unë... Kam treguar në kontakt edhe goca ka. Po për çështjen e letrave nuk po më, se ka hyrë në azile dhe nuk po vjen. Sa vite ka vajza që jeton në Greqi? Ka 3 vjetë e gjysëm ka. Deri në moshën 10 vjeçare, Aldo ka jetuar dhe me nënën dhe me ty. Vetë, kur ka qenë e jama Odeta, ka qenë shumë i rregullt ky. Si ka ikur e jama, është bërë këto gjëra kështuja. Këto 3 vitet e fundit, pasi nëna është larguar. Po. Dhe prandaj ka marrë inat me nënën që pse se ka marrë me vete në Greqi. Po, kjo lind. Kjo gjë lind. Është rebeluar, e kuptoj. Por babai Aldos jeton në Elbasan? Jo, ai është në Greqi, nuk e dim ne vetë, se ai është nga Korça dhe nuk e dim se ku jeton. Po njëri na thon në Greqi, njëri na thon këte, nuk na japin informacion të saktë. Sepse ai ka një detyrim ligjor ndaj atij djali, pavarësisht se nuk ka njohur atësinë. Po. E dashur Vera, duke shfrytzuar këtë live, do të jepi një mesazh babait të nipit tënd, nëse do na dëgjonte, që nuk është interesuar asnjëherë për të birrin? Jo, Deta, nuk e bëj këtë gjë. Jo. Nuk dëshiron të japsh asnjë mesazh. Jo, nuk dëshiroj se nuk më ka pyetur asnjëherë Aldo 13 vjet, ai nuk ka pyetur, s'ka ditur se ka lindur një fëmijë apo jo. Nëse një ditë nuk më ka pyetur. Nëse një ditë ai do kthehet dhe do kërkojë djalin, Kur të rritet Odeta, le të kthehet edhe le ta kërkoj vetë, është puna me saktë vetë. Unë për mendimin tim, unë nuk dua që ta kërkoj ati vetë. Unë do bëj me forca time. Qartë, e kuptoj. Vera, ditë që ka dalë nga shtëpia djali, që shkoi te dyqani të kërkoi ty 1.000 lekë dhe bleu byrek, çfarë rrobash ka pasur të veshur? Një komplet të zi, e me shapka të zeza. Një komplet sportiv? Edhe me komplet sportiv, me shapka të zeza në një çantë që mbante telefonin. Telefoni ti rezulton i fikur? I fikur është. Po nuk u ka numër, vetëm interneti kisha hapur që flisja në Facebook me djalin. Nuk ka numër djali. Po në Facebook ai nuk është online, nuk është aktiv? Jo, i kemi rënë edhe nuk si delonert i mbyllur. I deli mbyllur. Policia nuk arritur do të verifikojë asgjë deri në këtë momente. Jo, nuk ka arritur, jo. Dyshon se ndodhet në Elbasan apo mund të dalë nga qyteti i Elbasanit? Një më thotë mos ka ikur nga plazhi, një më thotë këte, tjetri thotë mos ta kanë çuar këte, edhe jam kështu, jam shumë e tensionuar. Djali vinte në shkollë? Vinte, kam qenë në një lagje në Rapisht, vinte në shkollë, po tashi për çështjen e djalit se ati edhe njëherë vinte në shkollë, njëherë nuk vinte, se bepi shkollës jam ulur edhe ka marrë një shtëpi me qira këtu në qytet. Që djali të vazhdonte shkollën? Vazhdonte shkollën. Aty mua nuk më pranuan. Për si vjet më kanë thënë që do ta futim në shkollë. Pra djali e humbi një vit shkollor? Po e ka humbur. Si ka qenë me mësime? Mirë ka qenë. I dashur Vera, unë e kuptoj që je një gjyshe dhe je në merak të madh. Sigurisht, është vetëm 13 vjeç dhe mund ta shfrytëzojnë, mund të jetë situatë rruge, ai është i vogël, të vendosi për veten e vet. Nëse vet Aldo do të ndiqte, çfarë do i thoshe si gjyshe? Unë do t'i thosha si gjyshe, vetëm të më kthejtë, vetëm ta kem të gjallë dhe asë një gjë tjetër nuk dua, se një më thotë, është këtu, tjetri më thotë, është atje, unë vetëm ta kem fëmijën e gjallë, nuk dua asë një gjë tjetër. Para atje vlasi, unë nuk vej fëmijët tim. Frika jote më madhe është se mos e ka ndodhur diçka e keqe, por urojmë që kjo gjë mos të ekzistojë. Për atë them Odeta më shumë. Sepse ai kohët e fundit ishte agresiv, më tregove, nuk fliste shumë. Shumë. Nuk gudonja dot Odeta që ti thosha një laf. Po me kushurinë e tij fliste, Fliste, mirë shkonte, jam me këtë fjalën e çupës, vajta e çova në Korçë, se unë jam nga Korça, por rinë në Elbasan. Po.
Edhe çova në djalin në Korçën, e lash 2 javë atje, mirë ishte atje. Mirë mbanin këta, mirë shkonte, vente, edhe ja. Ne e prezantuam sot e dashurvera historinë e Aldo Brushit, është një rast vërtet alarmant, ai është vetëm 13 vjeç, është ende fëmijë që ka 1 muaj i zhdukur, uroj dhe shpresoj që të gjendet dhe të rikthehet sa më shpejt në shtëpi, për të parë situata e djalit, se ndoshta mund të jetë përdorues i lëndëve narkotike, situata e rrugës ka përkeqësuar shëndetin e tij, psikologjinë e tij dhe ka nevojë dhe për rehabilitim. Por çdo informacion që do vi, unë do e verifikoj dhe do jem serioze në këtë histori se bëhet fjalë për fëmijë. Uroj të gjendet sa më shpejt Vera dhe të kthehet në shtëpi. Kështu që të përshëndes nga Tirana Vera dhe do mbetemi në kontakt. Edhe unë të përshëndes Odeta. Faleminderit shumë. Allahu ta shpërbleftë. Mirupafshim. Mirupafshim. Mirë të dashur miq, ju bëj thirrje në emër të kësaj gjyshe, e cila ka humbur prej 1 muaj nipin e saj adoleshent, kushdo që e njeh Aldo Brushin, të 13 vjeçar nga Elbasani, i cili është larguar nga shtëpia përpara 1 muaj, korrikun e këtij viti dhe drejtimin ngelet i paditur, jeni të gjithë të lutur të më telefononi në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por uroj që 13 vjeçari të gjendet, mund të jetë një situatë rruge dhe siç gjysha e dyshonte që mund ta shfrytëzojmë, urojmë të gjendet sa më shpejt dhe të kthehet pranë familjes. Mirë, do vazhdojmë të qëndrojmë sërish bashkë live pasi ditën e sotme një tjetër histori. Do dëgjojmë së bashku një tjetër denoncim, personazhi është duke më pritur, kështu që hap dritaren, e përshëndes dhe e dëgjojmë së bashku historinë. Lirim, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje nga Hamburgu. Më ke telefonuar pa fund, i ke rënë telefonit sot nuk e di se sa herë. Qa problemi ke? Shumë jam dhe pesa kam kanarau, më kam ofenduar për të bërë një prokurë nusë, se të unë nuk jam prokurë nusës, për të bëjë prokurë pasashë. Unë e kam dhe prokurë, unë nuk bëjë prokurë për në Europë. Se unë e kam bëjë një prokurë me Esmeraldën gjurën. Esmeralda është lidhë me mafia në Hamburg, ajo, për të harur legalisht e një mik të një person i mik. Ajo nuk ka njës në Hamburg, Esmeraldë gjura. Një sekund, të lutem, sepse ti fletë që kur unë e di historinë, më lejo të bëj dhe pyetje që ta kuptoj qartë historinë. Po. I dashur Lirim, ti ke probleme me nusën? Po, me nusën, për në kalamaj, unë punë për një prokurë. Tani ti jeton në Gjermani, nuse e jote ku jeton? Në Shqipëri, në Tiranë. Jeni bashkë apo jeni ndarë? Po, jemi ndarë, tu e 50. Po mirë, qa të keqe ka ti japësh prokurën? Qiko Lirino ati, unë kam bërë një prokurë të përbashkë. Po të ma që ndërimi fëmi do vitë dje të kun automatikisht, të babaj vetë, kalamajq, babaj i 2 djemet të mi, apo jo, i prokur. Tani, ti e ndarë me zonën. E kam bërë shumë vite, pa jo tani do një prokur të mësën të brejtë gjithë Evropën. Unë të ka jo nuk kam bazë të ka jo, të kur do vejtë gjithë Evropën ajo, unë të nuk kam bazë. Në rrasa jo, e kam atë dëkush mbi sipër, një persona kam ambisër, një persona kam ambisër sipër, do t'japi një prokur për të arën në Hamburg. Në gjua familjare, ajo është shputa ligjore jo, pa firmën time, pa profin time, asë një tire, unë asë nuk e prokurët, ajo është fëmi, e shemër e jashtë kontroli. Ajo ti ka bërë porno, në një dale, tani mos përdor të fjalë tani, se është nëna e fëmijëve të tu Lirim. I dashur Lirim, edhe njerë sa vite ke që je ndarë nga nusja? 5 vjetë. Për çfarë u divorcuat? Nuk e din, ajo vetëm nda nga unë. Të unë bile, kam qua policinë e Berlinit, policinë e Shqipërisë, të kam qua atë dhe pa lajmërim. Në rrasa ajo hynë të konë Gjermani, unë kam në që firme, i ka bëleta fasto. Do ndalemi dhe aty, për të lutem. Për çfarë je divorcuar me bashkëshorten, po të pyes? Nuk e di gjëna, unë nuk di gjë, përse unë nga unë ajo. Unë nuk di, asgjë nuk di që ka për Shqipëri ajo. Po mirë ti, ke jetuar në Gjermani, sa vite ke në Gjermani ti? 5 vjetë. Po mirë, 5 vite... Unë Gjermani ka miku për punë. Ka miku për Gjermani, ajo kishë bërë divorci në bashkëpinet mija, në bashkëpine kishë bërë divorci. Tu kështë e mashtori atë, në bashkëpinet mija, bashkëpinet polititim. Po si kanë qënë marrëdhëniet e tua me gruan?
Shumë kemi qenë shumë mirë. Do familje ka pak kofi, po kemi qenë shumë shumë mirë. Jo, po mirë nuk keni qenë juve, po jo, të lutem, Lirim, mirë nuk keni qenë ju, se ti sa ke ikur në emigracion në Gjermani, ajo të ka çuar në gjykat ka kërkuar divorcin. Kjo nuk quhet mirë. Bravo. Dikush e ka mësuar atë ja. Tani, kohën e fundit kam bërë 2 herë deklaratat tyja. Deklarata, i kam tun. Deklaratat. Unë kam bërë përse në Tiranë, të Berlinit, të Hamburgut, gjithë në rasa e hynë në Hamburg, e kamin se ajo ka letra fasto, patrikimi letra, për në Hamburg. Lirim, tani, unë nuk të njoftë ty. Ajo ka mafit, unë fola me avokatin tim, më thashtë avokatin, unë e gjipë, mos u mërzit. Në rasa e hynë Gjermani ku të hyja, do kapi sepse ajo që e palishme. Po patjetër. Një nën nuk i nxjerr dot fëmijët pa prokurën e babait, nuk i nxjerr dot nga Shqipëria. Bravo. Kur ti u divorcove, ti jetoje në Gjermani, ajo jetonte në Shqipëri. Po. Gjykata kujdestarin fëmijëve ja la nënës? Nënës ka la nënës, po unë e kam paguar gjallin e mas. Nënës time, çdo muaj aty tjera, çdo muaj. E kam tu prokurën unë, tani do fatë prokurës, çdo muaj. Kam nisur. Jo, dale të lutem, më përgjigj pak pyetjeve. Në momentin që gjykata kujdestarin ja la nënës, ty të la një detyrim ushqimor në muaj. Bravo. Sa lek të la? 220 euro. 220.000 lekë shqiptare. I ke paguar ti këto para? I kam paguar 1-2 herë, tani ajo nuk vajto të Jo, një sekond, Lirim. 1 herë, 2 herë, me 4 vjet çdo muaj, i ke qenë i rregull apo ke paguar 1 herë, 2 herë? I kam qenë shumë i rregull. Tani, trasun, kam qenë shumë me pagesat. Ajo tha, unë tha nuk mbaj do 2, një do mbaj tha. Okej, ram dakord. Një unë, një ajo, me një prokur ka bërë fiera për arsin e gjipit. U ndan, një e mbajtja nëna, një e mbajtje ti. Bravo, po e la me prokuneve. Më kupton Lirimi? Po ti djali nuk e mori në Gjermani, ku t'ja letë të arriste? Jo, ka nëna ime. Tani nëna ime ateta. E mori 1 vjeç. E bën 1 vjeç ta marri Alda, e gjunën azoti. Alda ka marrë për të marrë në Hamburg në Gjermani, me gjithë hapon. Ajo ateta ka mastroshën, po që nëna ime shfiera atje. Ja mori fëmijë, nëna e fëmijë e rriti 1 vjeç, e bëj 9 vjeç. Gjuna ateta, ka gabim Alda fëmijë nënës time. Ore, një sekond se po më të çudit. Por ti si baba, në këto 5 vite që ke jetuar në Gjermani, ka ardhur njëherë ti takosh fëmijët në Shqipëri? Po janë paleta dhe ta, unë po 5 lejë qëndrimit, në Hamburg, me fëmijë në Hamburg, po 5 lejë, pasho vja u Shqipëri që nesa, i pja vja vines të Tiranë nesër, po, për qëndrimit, pra nda për nëse ka që po la maqën, pa jo është mashtruse, për modi ta është mashtruse ta, për kokës Po marrëdhënie si i ke ti me fëmijët? Unë i kam shumë i marrëdhënie me djalin, i kam shumë i marrëdhënie me çunat e mi, po dosh u kam shumë prokura këtu. Tani, nëna ime çunin e mori 1 vjeç, e bën 9 vjeç marrë Alda, është shumë gabim. Po dëgjoj pak. Unë dua drejtsin time atëta. Lirim, tani të lutem. Unë nuk të njoh ty, nuk e njoh as ish gruan tënde dhe nuk mbroj askënd. Por një nën që kërkon ndihmë, që një fëmijë ta mbaj ajo, një ta mbaj babai, se nuk mundet dot, deri këtu jam dakord dhe është e logjikshme. Edhe unë dakord jam okay, tam kundërshtim, jam okay. Tani, ta marrë fëmijën e madhe 9 vjeç, gabim. Po dalë, më dëgjoj deri në fund. Kur një nën i jepet mundësia që mund të dalë jashtë Shqipërisë për të punuar dhe të bashkojë të 2 fëmijët, ku qëndron e keqja? Ti vetë jeton në Gjermani. Pse fëmijët e tu mos jetojnë në Gjermani dhe pse ishnuesa jote mos jetojnë në Gjermani? E ku do vetë, mëse më të kush do vetë, unë jam rrugë, unë po fle rrugë aty. Ku do vetë, mëse më ku do vetë me 2 fëmijë. Unë po fle rrugë, ata me laqe, ata nuk çfarë bën nëna me baba. Ti ke merak se fëmijët po erdhën në Gjermani mund të përfundojnë në situatë rrugë? Bravo, sa unë kam bërë një prokur pasane, pasë këto. Në qëndrimi fëmijëve në Hamburg, me bërë para një prokur. Ajo tani ka bërë prokura për ndryshme, me dikë tjetër ajo pas ma në Hamburg. Do të thonë një person ta bëj ftesë, që ta film pa filmën time, ai do vi personin në ftesë. Ty vetë çfarë të ka thënë ishnusja? Të ka kërkuar të japësh prokurën? Po e kam thënë unë ndaj prokurën, më tha bëj një prokurë, më tha të bëj të Evropën. Jo i thashë na. Nuk ka prokurë të bëj gjithë Evropën. Prokura ka vetëm për në Hamburg të kundë babai. Fëmia do të thonë te babai. Ka bërë një prokurë me ligj ligjore në Luneburgu. Ka qenë në Luneburgu, i kanë tëra. Po më mirë, ti s'mund ta ndalosh një nën të udhëtojë në një vend tjetër të Europës se ti nuk pranon. Se dhe ka të drejta të gjithë botës të udhëtojë siç ke udhëtuar ti. Unë pranoj, po Gjermania ka një kusht, ka një ligj, vetëm fëmia do vitë kuna në Gjermani. Ku do të vend tjetër ajo? Me Aldo ke bërë një prokur për bashkë, vetëm në Gjermani do vitë kuna ajo. Ore, zotri, i dashur Lirim, se të harrova emrin të harrofshin të këqijat, por... Roshe të Holbendia. Por dua të them,
siç ti ke udhëtuar dhe je vendosur në Gjermani, ish gruaja jote ka qef të udhëtojë dhe të jetojë në Itali. Pse duhet ta pengosh ti? Jo, se pengoj, po do firmën nga una. Unë s'kam më qëndrim Po çdo me keqja, ti japësh ti firmën. O ti tash goda. Unë bëj kontratë me Aldin, unë të futem në Burg automatikisht Gjermani, se që mashtrus Gjermani una. Unë këtu. Që mashtrus në Hamburg. Po çfarë që është mashtrus more Lirim? Sepse ke bërë bashkë prokur bashkë ti o dita. Që unë këtu ma qëndrimi, Lirim me qëndrimi në Hamburg, fëmijë do vinë direkt automatikisht tek una. Unë akoma nuk kam qëndrim, jam në hajër. Po më mirë ti ke hallet e tua, sikletet e tua në Gjermani sa të bësh letrat, por ish nusës tënde nuk e intereson kjo pjesë. Ajo do të shkojë jetën e saj. Jo, o dita. Jo, po nuk bëj sepse dita unë kam bërë një prokurë e posaçme, për kura po kushton 1200 euro për kura e posaçme. E gjithë Gjermani. Po kam sa bëjmë se në Burg. Çrëndsi ka se ti ke bërë një prokurë të posaçme. Ajo të ka thënë po, do vinë në Gjermani ti sjell fëmijët, e ke bërë prokurën, tani ka ndryshuar mendje, nuk do të vinë në Gjermani. Bravo. Unë pita avokatin tim. Gjipar, avokatin tim. Po. Më thama, me ti pita mos be prokura, më thama si prokush ke bërë ti, më thama ka bërë vetë në Hamburg. Mos do vesh në Burg, më thama avokati im. Sepse ka bërë një prokur për bashkët, paqësore, për bashkët. Kur unë të ma qëndrimin, gjurat e mbi fëmijët tek vetë im ku jam unë këtuja. Mos be gas bësh prokura false, më thama do vesh në Burg, më thama avokati im. Sepse ka bërë një prokur paqësore, nuk se në prokura më mbrapsh, prokura e posaçme, nuk se në kur më mbrapsh ajo. I katër brenda prokura. I dashurim, ajo prokur pa dyshim mund të kthehet mbrapsh, sepse jetës nuk i dihet, njeriu ndryshon mendje dhe mund ta hedhë poshtë një prokur që ka bërë. Jo, nuk i dhe poshtë, kam nga Luleburgut. Jo, nuk i dhe poshtë, pyeta unë atë. Pyeta unë nuk i dhe poshtë pse po firmos unë. Çdo i po firmos unë. Po pra, po sigurisht që do firmosh edhe ti dhe Alda nëse nuk bini dakord për atë gjë. Ju të dy që keni bërë të dy mund ta ikni poshtë. Nuk firmos, nuk kam dakord me atë. Unë firmos sepse ajo ka bërë plane të tjera, unë nuk firmos tek ajo prokura. Po ajo është me dy fytyra. Ka bërë video porno me disa njerëz të tjerë. Ajo çdo njerëz ka nisur videoklipe të ketë më shumë klikime. Për mua ata nuk është nëna ajo. Unë ta them një shpirt. Tani e dyta. Nëna ime është 75 vjeçë, nëna ime apo jo? Nëna ime. Po. Tani, nëna me çunë e mori 1 vjeç. Apo jo ti tani? E mori 1 vjeç. Nëna ime. Po të dëgjoj. E rriti 9 vjeç djali. Tani e mori Alda për Gjermani? Jo. Najt, ke betë të gjithësun. Në nënë time, në dhe shpiti mua. Të lutem, Lirim, e kuptoj sepse e nisëm direkt këtë bised me problemi që ti ke përsa i përket saj prokure me ish nusën tënde, por dua të pyes. Edhe emrat e mafjeve këtuja, po jo tani më vonë. Kush është mafja në këtë mes, në të rastet e teta. E shumë gabim, ka ma njëzën qafë. I dashur Lirim, më lejo të pyes dhe të kuptoj më qartë edhe historinë e dashurisë tënde dhe shkatërimin e familjes. Ti kur je martuar? Para sa kohësh? Po beja është 70 nuk e, me men, 70. Ka qenë me mbledhësi apo me dashuri? Me lajmësi. Me lajmësi. Ti u njofe me lajmësi, u martove dhe më fol pak për martesën tënde. Sa vite që ndruat bashkë? Kem qenë shumë mirë atë, kem qenë shumë i 5 vjeç, shumë i kemi qenë. Unë në fundit bëj sa manevrime, mori kredi palentime, 2-3 kredita. Prap mos pisha familjen, e mbylla gojën. Tank kam burr në ndryshim mos pisha familje. Prap mbylla, kam marrë te kredos, 2-3 hektar po prap nuk jam diet. A mbylla gojën. Por për çfarë i kishte marrë kredit ajo që nuk të kishte njoftuar ty? Për punë personale. Kur themi punë personale, çfarë duhet të kuptoj? Ajo e di, kam personale. Unë bile kam bërë në anësi për Tiranës, kam bërë shumë gjëra në saj. Po unë ka thënë kështu policia, do të alem të qetë, ku të arri, të qetë alem të policia, ku të arri ajo. Por ti, si u prish martesa jote, mund të ma të regosh? Unë nuk di pse u ndaj nga unë ajo, unë di pse u ndaj nga unë ajo. Nëse tani nuk është serioze o Lirim, tani nuk e di ti pse u ndave me gruan. Ta them me gjithë shpirt, ta them me gjithë shpirt, ose çau ndajë, ose di fare të mohabet një. Unë do vi në Shqipëri. Por ti kur ike në Gjermani dhe e le gruan në shtëpi, si e kishe marrëdhënien atko me gruan? Ishte shumë të mira në marrëdhënie. Unë e lash me punë, e lash me 2+1 me shtëpinë pallat, e lash shtëpinë plot e lash shpina. Pa ajo shtëpinë e shkatroi shpina, i shitera ka shtëpita, i shitera. Po ajo tani do hakemia dhe po unë tani ku nuk merrem në Kalamaj. Unë si Lirim me xhipi ku nuk hakmerrem ndaj nanës. Ajo hakmerrem ndaj meje. Si ka thënë Alda, hajde prokurën në Gjermani,
Jo, nuk desh të vinte. Tash telefon, tash me nënën time. O tani dita unë bëzoj që. Tani unë asaj nuk jap puni firëm. Që sa jo rast vjen në Gjermani, do t'japu kokat e mëdhej, kush janë kokat e Hamburgut. Që mbaj me sipër të historinë e madhe. Në momentin që ti vajte në Gjermani. Më tani. Po nuk është nevoja ti bësh publike nëse nuk do emrat. I dashur Lirim. Jo publike, më vonë. I dashur Lirim, kur ti vajte në Gjermani, ajo të telefonoi, tha do ndahemi bashkë, domethënë si e morë vesh ti? Po do ndajmë, po sa do ndajmë. Çfarë do ndajmë, sa nuk duam. Andaj, okay, ti çfarë duash, unë atë po lëm të thonë, çfarë duaj, e ke në tande. Te unë time. Po mua më vjen qaf. Le kam dërguar, pa ajo detaj halete me të tjetrit, a është më ashtu se marrë ta. Unë të bjeja, jo ku kam të faturat unë kam lekë të tëra, kam dërguar në anës time. Kam faturë me tëra unë në anës time, pa Arseli. Por Arseli. Sot fëmijët me kë jetojnë? Të dy jetojnë me nënën? Tani e mori Alda djalin e madh. Pardi e mori, 2 ditë 3 ditë mori. E mori për të bërë letra për në Hamburg. Po dikush i ka dalë. Dy fëmijët jetojnë me nënën. Jo, tani e mori ajo, pas ditë mori Arselin ajo. Te një çun e ka çojë timore ajo, një çun. Tani ka bë gjyqin, ta i çuni rapon nga ai timorja, me Arselin ditë në Hamburg. Po unë nuk e lejoj këtë. Të vinë në Hamburg pa firmën time. Po mirë Lirim, se s'dua ta paragjykoj nusën tënde në mënyrë absolute as ty. Po më mirë, ai fëmijë të rinë jetimore apo të viti jetoj me nënën në Gjermani? Da, unë kam fillë të da. Po këtu e të shumë kam fillë, sa fëmijë të letë do ikë të preti. Me përbot, sa thoni Lirimi xhipit. Unë pra nuk jam firma sa ta femre jashtë kontrollit atë ta. Unë firmë jam gjinestër. Unë kam firmë se femër nënën nuk ma fudot fëmijët e saj, jo mua që më kam ish burim. Tani ajo më mban doktor saja. Fëmijën nga jetimorja, djalin e vogël e ka marrë nëna? Këtë do ta marrë do ta marrë ka gjyqi pas ta marrë ajo për në Hamburg, që të dy, në Hamburg, do vi me avion. Do vi me avion. Por djali me djalin e vogël që është jetimore, ti ke kontakte, flet? Jo, nuk kam folur. Më ka bërë blok më ajo, të dy numrat. Ka bërë blok më Alda. Po jo, më djali është një jetimore. Djali është një jetimore, nuk ka lidhje Alda. Këtu ti me jetimoren je lidhur, ke folur ndonjëherë me djalin tënd? Jo, nuk kam folur, s'kam tërë Alda më. Alda tani ka bërë videot e mia ja ka dhënë shoku tim videot e mia. Ka dhënë shoku tim, diku tjetër ka dhënë videot e film me Alda. Ana dhe më, çfarë do të zbulohet automatikisht komplet rrjeti. Ka vënë në Aldon për të më më abetit. Ajo ka dhënë shoku diku tjetër bisedat e mia. Ka vënë me Aldon. I dashur Lirim, djalin e madh nëna e ka marrë. Jo, e mori Alda prapë, e këto mbrap. E mori Alda, pardije. Jeton me nënën, e qartë. Djalin e vogël është akoma një jetimore. Dhe kjo nën po bën përpjekje t'i bashkoj fëmijët dhe t'jetoj me ata. Të dy, për të ardhur jashtë shtetit. Te kur do vi jashtë, më sa te kur do vi jashtë shtetit, te kur do vi këtu jashtë në përbot. Ço ti më flasun për të përgjigje. Po mirë, dale më Lirim, dale. Ti vetë jeton jashtë shtetit? Unë të po fle rrugëve, po fle për hotele rrugëve. Po mirë, se fleti rrugëve, nuk fle ke rrugëve, fle në për hotele. Se si e zi ti hallin e emigracion, se do të punosh, se do të flesh në rrugë. Jo, është punë për ty. Tani të lutem, mendosi për veten tënde. Ti vetë do të dalësh në emigracion. Ndërsa ish gruan, jo, ajo nuk duhet të dali. Pse? Po pse o dita nuk është gjendë të ajo dita nuk është fajnë në gjendë për Po pse tani më falë të lutem se po më irriton. Po pse ti je në gjendje të mbash fëmijët, ke 5 vite, nuk i ke takuar asnjëherë, një djalë ka përfunduar në jetimore dhe nuk e kontakte. Unë nuk kam qëndrimi këtu ja. Po jo, që intereson fëmijës, more. Që intereson fëmijës. Se qa probleme ka babai, ti do t'i është përgjegjës për fëmijët. Ti në këto 5 vite nuk e qenë përgjegjës për fëmijët e tu. Tani, kërkon llogari për ish gruan, që nuk, jo, bërë shumë gabim. Lirim. Ja, i kam 100% në Instagram. I kam 100% jetë ato. Që ma thonë ajo, ta bërë ajo. Fëmija nuk ka nevoj vetëm për ato para që ti ke dërguar nënës tënde. Jo, para, ka bërë pasatën ato. Të lutem, fëmijët ka nevoj dhe për dashurinë e babait. Unë dhe nuk kam besim të kajo të ta. Unë të kajo s'ti, nuk kam besim të kajo. O Lirim, e qarë që nuk e besim, por në momentin që je vetë në gabim, nuk mund t'i kërkosh llogarinë shnuses. Po jo, në këndvështrimin tim gabimje. Një fëmijë ka përfunduar një jetimore. Dhe ty nuk të ka interesuar të telefonosh institucionit i dëgjosh zërin djalit. Nuk e kontribuar asnjëherë për atë fëmijë. Tani një nën që është në gjendje. Unë nuk dua ta paragjykoj në mënyrë absolute atë nën, ndoshta mund të jetë ajo në gabim dhe ti i pafajshëm, por me aq sa po dëgjoj, po jap këndvështrimin tim
që nëse ajo nën kërkon të dalë jashtë shtetit për një jetë më të mirë për fëmijët, siç ke bërë ti Lirim, ajo ka të drejtat e plota. Ti pse e kufizon? Po s'ka pasaportë, pasaportë ka mbytyje, ka pasaportë, ka mbytyje pasaportë, ka emigracioni pasaportë, kam ato dokumenti. Unë jam rrugë për vete. E dashur Lirim, kur ajo të ka marrë në telefon, çfarë të ka thënë vetë? Më ka thënë dua një prokuror të brenda shtetit. Ku do bëhet në Evropë? O çu bashkëna. Prokuror që kemi bërë bashkë, ku të marrë qendrimin, do vishte kuna. Okej, kështu kemi lënë. Po ajo ndar me ty more Lirim, ç'kërkon vitet ty ajo? Ju keni 4 vjet në djarë. Po lëre me prokurën, se ajo prokur nuk është që ti tërgosh asaj që du të vish tek mua. Ajo prokur tërgon vetëm për kalimin e fëmijëve në dogan, more. Kjo prokur Zotri mos i keq kupto. Ajo prokur i ke dhënë të drejtën nënës të udhëtojë në Gjermani. Dhe ajo udhëton se e ka të prokurën. Jo, kjo prokur vjen tek una fëmijë, ja letoj ti. Vjen tek fëmijë, albatekisht, ka vend tjetër. Por ajo s'ka punë te ty, zotri, sa ajo është ndarë me ty. Pse du të vijë ajo te ty? Pra se kuptove pa. Fëmia do vetë unë etikja ajo. Te kështu kemi bërë prokuror paqësore. Përbashkë kemi bërë paqësor përbashkë me. Fëmia do etikja se mua më mbashteti me kalamajt, ti për ta për palsën. Ti je në situatë rrugë im, ando ata fëmijë se ti po thuaj un po fle rrugëve. Po të shikona një që të bëjt, të u fola me avokatin tim, ta që avokatin, onë e gjipi ta, mos vesh e do dokumenti, më tha ma ta, e do vje burku, sepse ke bërë një burku pajësore, ta, të dy palët, ta, kemë bërë të akorta jo. Jo, të bëra një pyetje tjetër, Lirim, të bëra një pyetje tjetër. Ti ke dhënë prokur që fëmijët të vinë në Gjermani tek ty. Ti ke kushte për t'i mbajtur ata fëmijë? Jo, akoma po, pra se, unë nuk kam qëndrim unë, që qëndrim në Gjermani, nga shteti Gjermani, Lirimi jeton në Hamburg. Kushte s'ke për t'i mbajtur fëmijët. Nënën e pengon, ç'a po bën? Moje dhe da, unë këtë po pres qëndrimin, po pres të vi kanama o pres qëndrimin, po jetoj unë, ku fle una, jetoj, unë jam akoma pres qëndrimin, kuptove si s'keti kartë letë kemë dhe unë këtuja, akoma s'kam, po e pres ta marrë kartë qëndrimin, le në qëndrimin, po e pres shumë ditë. Por nëse ish gruaja jote do të dëgjonte, çfarë do i thuash? Ata do të kështu una, keq më vjen, unë zotja nuk jam firmën pa marrë qëndrimin tim në Hamburg. Sepse ti fëmijë do t'i marrësh pastaj të i lesh rrugëve, po në Hamburg, e do iki për botë. Ose fëmijë t'i marrësh ti çon atë do ikin në azil. Azili po e pret azili këtë. Azili po e pret ata Hamburg azili, se qytet mashtrues nëse vjen me prokur falso. Kush një garant po në Hamburg asaj. Më tha shteti gjerman. Gjesi, unë uroj të gjeni një gjuhë të përbashkët për hir të atyre dy fëmijëve, se ti në Gjermani, ajo e vetëm në Shqipëri, një djalë jeton të gjyshja, tjetri ka përfunduar një jetimore. E morja sin ajo, dita. E morja sin me vetë sin ajo. E morja sin me vetë sin. E ka marrë nëna, e qartë, por e keni shkatruar familjen, e keni shkatruar dhe gjuna për ata fëmijë, mendoni për ata fëmijë. Ta them sinqerisht të gjë. Unë fola me Policinë e Berlinit, ambasadën. Në rata hyrën të kanë në Gjermani, duke ta presi, duke ka bërë ftesë, duke është ajo ka bërë ftesë, vetë ka bërë Boti. Boti ka bërë ftesë pa adresën time, pa firmën time. Ajo do të vinë në Gjermani se ka nisur një raport me dikë që mund ta presi aty. Bravo, po, ai ka bërë ai Boti të vinë në Hamburg, juhet të balin në shtëpi. Po unë po ta firmon Gjermani Bot, po ta firmon una. Do të burka ai Bot që po ta firmon una. Po mirë mo, çfarë të keq e ka tani ti bërë xhelos pse ish gruaja juaj është dashuruar me një person tjetër, ajo do ta vazhdojë jetën, do martohet se më ty është ndarë. Jam xhelosi, jam xhelosi ka kalamaj, sepse nuk dua unë se ajo e di të dashime, unë sa ta pushim në asaj, se djalla ajo. O Lirim, në momentin që ajo vjen në Gjermani me fëmijët, ti e ke më të lehtë për ta kontrolluar. Dhe nëse ti shikon që nëna nuk i trajton mirë fëmijët, ti ke të drejtë ta denoncosh në polici, por aman me hamendje se ajo do bëj këtë, do bëj atë, nuk shkon. Unë për tinësin e gjibi jam në rrugë me letrat gjermane. Kam të në rregull, shqivit me gjibi. Ajo o parafikon me dikët tjetër të bëj falsikimi. Të gjua jam unë në gjibja firmën una. O i këtë ratë punit, jo, mëse atë nuk e bëndot ajo. Atë nuk e bëndot ajo sepse nuk lejohet dhe dënohet ajo. Ti ja ke dhënë prokurën, ajo gja e ka një prokur në dorë. Ti ja ke dhënë prokurën që ajo të kaloj me fëmijën në Gjermani. Jo. Po ma tregove pra, ajo ishte prokura, ma tregove. Mojtë ta, kjo është prokura e posaçme të prokura këtë vi marrë në qendrimi tuja, marrë qendrimi të vi, do vi palen time, pa firmën time. Pa marrë qendrimi. Ti do vije. Gjithsesi, për ta kuptuar Lirim këtë situatë, unë do flas edhe me ishnusën tuaj, nëse ti ke një numër në dispozicion, mund të ma kalosh numrin e saj. Jo, nuk kam numër atë, ka numër, ka blok më jo. Ti s'ke më kontakte me ta.
Jo, nuk kam, ka për blok maj. Kur ke folur për herë të fundit me Ishnusën? Para një jave, më bëri blok pastaj. A, të ka bërë blok. Po ç'a ndodhi që atë bëri blok? Të më thëmë, dojë prokuri, i thashë më dalë akoma ashuna, që s'ka më lënë qëndrimit. Dikush e porti me ndena saja, do t'i blej makina, gjera, budalliqi, dikush ka mashtruar atë ande. Lirim, uroj dhe shpresoj të gjeni një gjuhë të përbashkët me Ishnusën për hir të fëmijëve, do bëj të pamundrën të lidhem edhe me gruan tuaj për të folur me Esmeraldën dhe jam i sigurt që nuk do ta bëj ajo atë gjë që me prokur falso apo me firma falso të nxjerrë fëmijët jashtë Shqipërisë. Do mbetemi në kontakt dhe të përshëndes. E s'banda këtu, mu banë këtu, të themu kush banda. Gjithsesi, unë do flas me të. Të përshëndes. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për ditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të këtij live-i. Nëse dhe ju keni një histori që kërkoni ta denonconi, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 9955 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumevandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me këto denoncime, me këto histori të vërteta njerëzore. Faleminderit që më ndiqni. Ritakohemi nesër. Mirupafshim.